Tangaçi është sipërmarrës, ke 2 vjet që është qef atij njeriu, me thënë të vërtetën. Ta shpjegoj unë. Ne kemi tendencën, më fal që ta them, e banalizimit, të krahasojmë dy gjëra që janë të pakrahasueshme. Artangaçi mund të ishte një sipërmarrës. A është as është? Jo, një sekond. Po si Do funksionon kështu. Nëse ti merr me firmën e kryeministrit, merr një status ndërkohë që bashorta jote është antare e kabinetit qeveritar, je një sipërmarrës, po je një sipërmarrës i lidhur me pushtetin që suksesin tënd nuk e ke fal punës tënde dhe sakrificës tënde, po e ke fal lidhjeve politike. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi në këtë situatë. Të falenderoj që e morë si rast. Morë si rast sepse ke 2 vjet që qef njeriu i cili ka blerë një tokë. Ta shpjegoj, po jemi se s'ka blerë asgjë, se do të toka është e vjedhur se është në hetim asfalti. Për atë tokë është dënuar kryetari i Bashkisë së Marrës për tirësim të pronës. Për këtë tani sa i ndjeshëm që je tani për politikanë të korruptuar tani. Po mendoj një sekond për qytetarët e thjeshtë, mund ai që ka humbur tokën se ishte dikujt ajo toka tani sa i shqetësuar që ne për këtë. Unë të shpjegoj dallimin midis një sipërmarrësi që ja del me dhe me sakrificë dhe një sipërmarrësi që ja del fal lidhjeve politike. Unë po të shpjegoj diferencën midis një kapitalizmi të vërtetë dhe një karikature të kapitalizmit që kemi ne në Shqipëri.